Për ndërtimin e xhamisë së planifikuar në bllokun e ri, Bashkësisë Islame në Gjakov i duhet të blej edhe një parcel. Gjysma e mjeteve financiare për parcelen është siguruar, e për mënyrën se si planifikohet sigurimi i pjesës së mbetur dhe për parcelen foli krye imami Visar Koshi. Për që të zgjerohet do të thotë parcela me një parcel tjetër afër aty, e që është rreth 3 orë e gjys apo rreth 4 orë parafërsisht, dhe që vlera është 160.000 euro. Mirë po gjysma asaj vlera është siguru nga ana jonë dhe nga bamirësit kuptohet, por gjysma tjetër kërkohet do të thotë nga bamirësit tjerë të cilët shprehin vullnetin e tyre që ne kemi ndarë në 400 hise dhe çdo hise është nga 200 euro, ai që ka mundësi të participojë ose të ndihmojë këtë rast, ma shumë ma pak nuk ka lidhje kjo punë. Koshi tutje tregoi edhe për qëllimin e ndërtimit të xhamisë. Vendi si vend, sidomos bloku i ri, mungon jashtëzakonisht shumë një vend falje, një vend tubim që njerëzit t'i dedikojnë Zotit. Pra ky është qëllimi, do thotë nuk është ndonjë qëllim tjetër përveç se bamirësisë, humanizmit dhe njerëzve që t'i kthehen do thotë besimit tyre të Zotit do thotë, dhe për të pasur një vend falje dhe një vend lutje ashtu siç ata meritojnë. Donacionet mund të jepen përmes zyrave të Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov, te imamët e xhamive dhe përmes xhirollogarisë bankare, ku secili donacion dhe donator do të regjistrohet dhe dokumentohet përmes Këshillit të Bashkisë Islame në Gjakov.